Fermerët, blegtorët dhe investitorët që kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në zonat rurale kanë gjetur mbështetje përmes kreditimit në kompanitë e mikrofinancës. Përfitimet për këto grupime duket se kanë qenë të larta dhe rezultati nuk e tregon vetëm shtrirja, por edhe shifrat në raport me kredit që lëshojnë bankat tregtare. Ka një zgjerim dhe një shtrirje të gjerë në pothuajse 2500 fshatra të Republikës Shqipërisë dhe dominon kryesisht kreditdhënie në fermerët e vegjël, tashmë të cilët, ju siç e dini, janë pothuajse të injoruar nga sistemi bankar shqiptar. Mjafton të them faktin që kredia për sektorin rural në Shqipëri nga sistemi bankar shqiptar është pothuajse në shifra 0,1 deri në 1%. Kreditimi në bujqësi dhe blegtorisë zgjerohet çdo vit dhe këto para ndihmojnë në zhvillimin e fermave, punësimin dhe fuqizimin e komuniteteve lokale. Rreth 30.000 anëtar janë klient aktiv, do të thotë që janë klient që kanë në dispozicion kredi ose depozita. 5.000 deri në 6.000 kredi në vit me një vlerë rreth 35 milion euro ose 3.5 miliard lek, ku rreth 50% e këtyre kredive është e fokusuar në sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Në fund të vitit 2020, portofoli kredive arriti në vlerën 68 milion euro me rritje 8.2%, ndërkohë që të ardhurat operacionale të aktivitetit u rritën me 8.8%.